Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi këtë të shtunë një takim direkt me 74 familje dursake të prekura nga projekti i rijetëzimit të bulevardit Epidam. Pas diskutimeve u arrit dakordësia për verifikimin e pronave me vlera kulturore dhe rivlerësimin e shtëpive pa hipotekë. Rama njoftoi se projekti do të vijojë, ndërsa do të krijohet një grup ndërinstitucional për të garantuar zbatimin e tij. Kryeministri Edi Rama vizitoi personalisht Durrësin për të biseduar me banorët që preken nga projekti i tij, i cili synon rijetësimin e bulevardit historik Epidam. Takimi që zgjati rreth 2 orë u shfrytëzua për të diskutuar shqetësimet e banorëve dhe për të dhënë garanci mbi procesin e zbatimit të projektit. Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore. Gjatë bisedimeve, kryeministri bëri të qartë se do të kryhet verifikimi i shtëpive me vlera kulturore dhe atyre që nuk disponojnë hipotekë, duke garantuar një rivlerësim të bazuar mbi dokumentacion dhe referencat e reja për shpronësim. Janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotekë, pavarësisht se janë aty prej shumë vitesh. Kështu që këto janë dy problematika që do të shohim. Gjatë fjalës së tij, kryeministri ironizoi gjithashtu përfaqësuesit e opozitës, të cilët prej disa ditësh ishin bashkuar në protestën e banorëve, duke i cilësuar disa prej tyre si të fokusuar vetëm tek interesat e ngushta politike. Kemi folur rreth 2 orë gjysmë dhe ata e kanë hallin. 35 të tjerë atje që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rruge të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është katandisur ajo farë partie. Ky takim vjen pas përplasjeve të ditëve të fundit mes banorëve dhe forcave të policisë, të cilën tentuan të ndërhynin gjatë një mbledhje të Këshillit Bashkiak. Rama u shpreh se projekti do të vijojë, ndërsa çdo shqetësim i qytetarëve do të merret në konsiderat përmes rivlerësimit dhe konsultimeve të drejtë për drejta. Ndërkohë Bashkia e Durrësit u ka bërë thirrje banorëve që deri më 16 shkurt të lirojnë vullnetarisht banesat e tyre në mënyrë që të vijojnë zbatimin e projektit. Banorët e Rjollit në Velipoj kanë dalë përsëri në protest kundër projektit të ndërtimit të një resorti luksoz në zonë. Gjatë tubimit, disa qytetarë u përplasën me forcat e rendit duke bllokuar rrugën dhe automjetet. Banorët deklaruan se janë të vendosur për të mbrojtur tokën e të parëve, edhe me rrezikun e jetës. Protesta e banorëve të Rjollit vijon ditën e sotme në Velipoj pas tubimeve të zhvilluara më parë përpara kuvendit dhe prokurisë së posaçme. Qytetarët kanë shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj projektit që parashikon ndërtimin e një resorti luksoz në zonën e tyre, duke theksuar se ky investim rrezikon toka në mënyrën e jetesës së komunitetit. Gjatë protestës, situata u tensionua kur disa banorë përplasën me forcat e rendit duke ulur në rrugë dhe penguar automjetet që po transportonin materialet ose punëtorë të projektit. Sipas banorëve, ky veprim është një mënyrë për të mbrojtur tokën e të parëve dhe trashëgiminë e familjeve. Është burr, bashkëpunaj, vjen këtu përballet me mua dhe me ta burra. Nuk flas më. Me fëmijë, me gra, me katë dojnë. Po, tu me tek ton. Tu, se toka jon, me kanë port ton. Banorët kërkojnë ndërprerjen e punimeve deri në gjetjen e një zgjidhjeje që të respektojë interesat e komunitetit lokal dhe vlerat e tokës së tyre. Autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe dialog, ndërkohë që mbikëqyrja e situatës vijon nga forcat e rendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi dorëheqjen e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Angela Gaçi duke e cilësuar të përfshirë në aktivitet kriminal. Ai kritikoi gjithashtu qëndrimin e kryeministrit Rama dhe paralajmëroi se protestat e opozitës në 20 shkurt do të vazhdojnë. Sali Berisha reagoi pas dorëheqjes së Angela Gaçi duke e përshkruar atë si një nga figurat me lidhje të thella në krimin organizuar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në impakt në Itali. Ai paralajmëroi se drejtësia në të dy vendet do të ndjek veprimtarinë e Gaçit dhe të bashkëpunëtorëve të tij duke mos bërë përjashtime. Ju duhet ta dini se Dona Gaçi Dhurat Madhi është një nga koskat mafioze më të rrezikshme të Ballkanit. Me efekte me veprimtari mafioze kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe kundër italianëve dhe shtetit italian. Dhe unë kam besim të madh se në të dy vendet ky mafioz do bëhet përgjegjës para ligjit. Kurse për Vali Bishkën mund të them se sikur ndonjëherë
Në zyrën e saj, natyrisht me autorizimin e Ramës, por ajo s'do ta pranonte kurrë, se shefja kabinetit ka të qartë detyrat e veta. Bëheshin pazaret për bypassin e thirrit, cilat unë i kam denoncuar me kohë. Thirreshin kompanit nga Vali Bizga, sikur të ishte shefi e supervizionit të punimeve. Pra, të dy kur janë miq që ikin kur mbytet ania, për të mos u mbyt dhe vetë, po ligji do jetë edhe i pa mëshirë ndaj tyre. Kreu i Partisë Demokratike nuk kurseu kritikat ndaj kryeministrit Rama, duke theksuar se mbrojtja e Ramës ndaj çështjes Balluku nuk ka të bëjë me interesat e zyrtarëve të qeverisë, por me sigurinë e vet. E vërteta është që zoti Kurti nuk mbron Lubin, ky mbron veten e tij. Se për Lubin ky mesnat, vaj të nxehta apo plumb të shkrir do t'ja kishte hedhur në vesh. Po, siç thot populli, se unë nuk natyrisht unë jam kundër tyre, po këta s'kan mëshirë, se u mbasin çdo lloj, pra do ta kishte eliminuar, e kam fjalën këtu. Mos kujtoni se i përhap lajme, po nuk po hy tani në gosipin popullor se çfarë thot. Pra, ai nuk po mbron Lubi, ai po mbron veten e tij, sepse në çdo firmë të Lubis është firma e Edi Ramës. Berisha gjithashtu foli për protestën e radhës në 20 shkurt, duke vënë në dukje se qytetarët do të përcaktojnë ritmin e saj dhe strategjinë e veprimit. Tani më duhet të them se në mënyrë absolute me një snajper as 100 snajper, me një tank as me 100 tanke, s'do mund të mposh dot kryerritjen tonë paqësore. Jo, ne nuk shkojmë dhe unë prap u them shqiptarëve, ne do fitojmë. Pikërisht në këtë mënyrë ne do fitojmë. I them Edi Ramës, i them Rrugaçit në krye të policisë, një banditi që ka vendin në burg, bashkëpunëtor shërbëtori të ulë të Suel Çec dhe të Elvis Doçit. Nuk do gjesh vend ku të futesh. Ligji do të ndjek gjë në fund ty, Ilir Proda, që gjuajnë protestuesit paqësorë. Edhe Edi Ramës, përgjegjës. Kreu i Partisë Demokratike nuk la pa ironizuar figurat e tjera të partisë, përfshirë Lulzim Bashën dhe Ervin Salianin, duke i përshkruar si individ të përdorur politikisht nga Rama. Mendoj se demokratët u bashkuan, por përsëri, mbi bazën e kontributit që kanë, unë nuk ja mohoj asnjëriu. Nuk bëhet fjalë këtu për Bashën dhe pasardhësin e tij Salianin. Për këta nuk mund të bëhet fjalë, se këta janë fatkeqi, njerëz të keq përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama. E pa ç'bëri dashsule. Ta janë një lloj dashsule me petkun e demokratit. Në fund të bashkëbisedimit online me qytetarët, Berisha ftoi sërish të gjithë të bashkohen në protestën e 20 shkurtit, duke e cilësuar pjesëmarrjen e tyre si vendimtare për të ardhmen politike të vendit. Gjykata Penale e Tiranës ka lënë të lirë 14 protestuese të arrestuar pas tubimit të 10 shkurtit. Trupa gjykuese nuk pranoi kërkesën e prokurorisë për masa shtrënguese ndaj disa prej tyre. Ndërkohë hetimet vijojnë për organizatorë dhe pjesëmarrës të tjerë të protestës. Grupi i dytë i protestuesve të ndalur pas protestës së 10 shkurtit është lënë i lirë me vendim gjykate. Në seancën e zhvilluar në Tiranë, gjyqtari Sokolmara vendosi të mos pranojë kërkesën e organit akuzës për caktimin e masave të sigurisë, duke i liruar 14 arrestuarit. Prokuroria kishte kërkuar masa më të rënda për 5 prej tyre, konkretisht 2 arrest me burg dhe 3 arrest shtëpie, me argumentin se dyshoheshin për veprime të dhunshme ndaj efektiveve të policisë gjatë përplasjeve. Megjithatë, gjykata vlerësoi se nuk kishte kushtet mjaftueshme për të mbajtur mas shtrënguese. Një ditë më herët, po e njëjta gjykatë kishte vendosur lirimin dhe të 7 miturve të ndaluar për të njëjtën protestë, duke i hetuar ata në gjendje të lirë. Tubimi i thirrur nga kryetari i Partisë Demokratike i Shqipërisë Ali Berisha u zhvillua në bulevardin Dëshmorët të Kombit dhe u shoqërua me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit. Si pasojë e incidenteve, mbetën të plagosur 16 efektiv policie, ndërsa lëndime pësuan edhe disa protestues. Mes të lënduarve ishte edhe deputeti Bledion Albati, i cili u dërgua për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës. Për të shpërndarë turmën, policia përdori gaz lotësielës dhe mjete ujëhellëse, ndërsa situata u përshkallëzua veçanërisht në zonën përpara parlamentit. Pas përfundimit të protestës, Berisha ka paralajmëruar një tjetër tubim kombëtar në 20 shkurt, sërish përpara kryeministrisë. Ndërkohë, prokuria e Tiranës vjoi hetimet në gjendje të lirë për disa deputetë dhe drejtues të opozitës, mes tyre Luan Baçi, Belind Klliçi, Flamur Noka, Luciano Boçi dhe sekretari organizativ Ervin Minerodhi, për të sqaruar rolin e tyre në organizimin dhe zhvillimin e protestës.
Një vajzë 18 vjeç ka mbritur pas mesnate në spital me plaga të shkaktuar nga arma e zjarrit, ndërsa rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Sipas policisë së Tiranës, dyshohet për vetplagosje në ambientet e një subjekti në zonën e Esaukut. 2 persona janë arrestuar dhe 3 të tjerë janë shpadhur në kërkim për pengim të hetimeve. Një episod i dyshim në armë zjarri është regjistruar gjatë orëve të vona të natës në periferi të kryeqytetit ku një 18 vjeçare është paraqitur për ndihmë mjekësore me plagë në trup. E reja është transportuar me urgjencë drejt spitalit nga 2 persona që ndodheshin me të në momentin e ngjarjes. Nga verifikimet paraporake dhe këshyrja e pamjeve të kamerave të sigurisë, hetuesit kanë konstatuar se incidenti ka ndodhur brenda ambienteve të një biznesi në zonën e Saukut. Fillimisht dyshohet për një vetplagosje, por autoritetet nuk përjashtojnë edhe pista të tjera për fshirë mundësinë që arma të përdorur nga një person tjetër. Gjendja shëndetësore e vajzës paraqitet e stabilizuar dhe është rrezikut për jetën, ndërsa hetimet janë përqendruar tek personat që e shoqëruan dhe ata që ndodheshin në vendngjarje. Si pjesë e veprimeve procedurale, policia kanë vënë pranë 2 shtetas me akuzën për moskallëzim krimi dhe përpjekje për të penguar zbardhjen e ngjarjes. Po ashtu, 3 persona të tjerë janë shpadhur në kërkim pasi dyshohet se kanë ndërhyrë në vendin e incidentit duke dëmtuar ose zhdukur prova që mund të ndihmonin hetimin. Uniformat blu vijojnë kontrollin për gjetjen e armës së përdorur dhe për kapjen e të kërkuar me qëllim dokumentimin e plotë të rrethanave dhe përgjegjësive ligjore. Autoritetet bëjnë thirrje për bashkëpunim nga çdo person që mund të ketë dieni mbi ngjarje, ndërsa hetimet të mbetet i hapur deri në sqarimin e plotë të asaj se çfarë ka ndodhur. Një 25 vjeçar shqiptar humbi jetën pas një sulmi me armë zjarri në Pisa në orët e para të mëngjesit. Viktima u qellua teksa udhtonte me makinë, ndërsa autorët u larguan menjëherë nga vendi i ngjarjes. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e krimit. Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur komunitetin shqiptar në Itali pasi një njeri u vra me armë zjarri në një atentat të mirë organizuar. Viktima është identifikuar si Kevin Muharremi, 25 vjeç, i cili u sulmua në orët e para të së shtunës, teksa po lëvizte me automjetin e tij së bashku me një mik të tij. Sipas informacioneve paraprake, para ngjarjes fatale, njeriu kishte qenë i përfshirë në një debat në një lokal nate, konflikt që dyshohet se mund të ketë shërbyer si shkak për shkallëzimin e situatës. Pak minuta më vonë, ndërsa po largohej nga zona, makina ku ndodhej u afrua nga një tjetër automjet për nga u hap zjarr në drejtim të tyre. Muharremi ulur në sendiljen e pasagjerit u godit nga disa plumba në pjesën e sipërme të trupit, çka i shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Personat që ndodheshin në makinën tjetër u larguan me shpejtësi duke humbur gjurmët përpara mbërritjes së forcave të rendit. Në vendngjarje ndërhyn menjëherë shërbimet e emergjencës dhe patrulla e karabinjerëve, të cilët nisën krehjen e zonës dhe sigurimin e provave. Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë dhe po marrin në pyetje dëshmitar të mundshëm me qëllim identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të dinamikës së atentatit. Ngjarja ka rikthyer shqetësime për siguri në zonë, ndërsa autoritetet italiane kanë theksuar se po punojnë intensivisht për të hedhur dritë mbi motive dhe duke vënë përpara drejtësisë përgjegjësit. Një operacion i policisë së shtetit në zonën Klojk çoi në sekuestrimin e 5 armëve të zjarrit dhe municioneve luftarake. Në prangë avu një 63 vjeçar në banesën e të cilit u gjetën dhe armë të ftohta. Autoritetet po hetojnë origjinën dhe përdorimin e tyre të mundshëm në ngjarje kriminale. Një kontroll i befasishëm i forcave të rendit në periferi të Tiranës ka zbuluar një sasi të konsiderueshme armatimi të mbajtur pa leje brenda një banese private. Operacioni u zhvillua në fshatin Klojk, në njësinë administrative Bërgjit, si pjesë e aksioneve të vazhdueshme kundër armbajtjes së palishme. Gjatë kontrollit të ushtruar nga efektivët e komisariatit numër 2 në banesën e shtetasit Muhamet Geca, u gjetën disa armë zjarri dhe pajisje të tjera luftarake. Sipas burimeve zyrtare, u sekuestruan 2 armë zjarri luftarake, një automatik dhe një pushk, si dhe 3 armë 2 armë të ftohta dhe një sasi municioni. Pronari i banesës u arrestua në flagrancë dhe u shoqërua për veprimet më tejshme procedurale. Hetuesit po punojnë për të verifikuar nëse armët janë përdorur më parë në ndonjë aktivitet kriminal apo në një ngjarje të pazbardhur, ndërsa do të kontrollohen edhe shkuara penale të dyshuarit. Të gjitha materialet e sekuestruara janë marrë në cilësinë e provës dhe pritet të nënshtrohen ekspertizës balistike. Dosja i është referuar organit akuzës, i cili do të vijojë hetimet për dokumentimin e plotë të rastit dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore. Eci me të tjera informacione. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti mori pjesë në konferencën e sigurisë në Munich, ku zhvilloi takime me përfaqësues të lartë europian dhe ndërkombëtar. Ai prezantoi progresin e vendit dhe prioritetet strategjike të qeverisë për vitet e ardhshme. Në qendër të diskutimeve ishin siguria rajonale, bashkëpunimi me aleatët dhe sfida gjeopolitike.
Pjesëmarrja e Kosovës në një nga forumet më të rëndësishme globale të sigurisë u shfrytëzua nga kreu i ekzekutivit për të forcuar pozicionin diplomatik të vendit dhe për të thedhuar dialogun me partnerët ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit në Munich, kryeministri Albin Kurti zhvilloi një sër takimesh dypalëshe me zyrtar të lartë të vendeve europian dhe organizatorë ndërkombëtar, ku diskutuan zhvillimet politike, ekonomike dhe të sigurisë në rajon. Në fjalimet dhe bashkëbisedimet e tij, Kurti theksoi se Kosova ka bërë hapa të qëndrueshëm drejt forcimit të institucioneve demokratike dhe konsolidimit të shtetit ligjor. Ai prezantoi arritjen e deritanishme të qeverisë dhe objektivat afatmesme dhe afatgjata që synojnë zhvillimin ekonomik, rritjen e mirëqenies dhe integrimit më të thellë euroatlantik. Duke u referuar tematikës qendrore të konferencës, e cila trajtoi sfidat dhe rreziqet globale, kreu i qeverisë ndaloi veçanërisht në pasojat e luftës në Ukrainë dhe ndikimi i saj në arkitekturën e sigurisë në Europë. Sipas tij, këto zhvillime kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë mes shteteve demokratike dhe rritjes së kapaciteteve mbrojtëse për të parandaluar destabilizimin e mëtejshëm të rajoneve të ndjeshme. Kurti theksoi se Kosova mbetet një faktor stabiliteti në Ballkanin Perëndimor, duke nënvizuar se vendi nuk përballet me kërcënime të brendshme serioze për sigurinë. Megjithatë, ai paralajmëroi për sfida që vijnë nga veriu, duke u bërë domosdoshme investimi në rritjen e profesionalizmit dhe pajisjeve të strukturave të sigurisë. Në këtë kuadër, pushtohen përpjekje për forcimin e policisë dhe ushtrisë me partneritet dhe aleat evropian. Nga Munich, kryeministri përshëndeti edhe vendimet e Kuvendit të Kosovës për miratimin e marrëveshjes ndërkombëtare financiare, duke bërë të ditur se janë siguruar mbi 1 miliard euro mbështetje për projekte zhvillimore. Ai u shoqërua në këtë aktivitet nga Klau Kofnjutska dhe ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci, duke paraqitur një përfaqësim të plot institucional të Kosovës në këtë forum të rëndësishëm. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 15 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me rreshje të dendura shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje të përhapura, ndërsa në disa zona priten intervale me rreshje më intensive. Pasditja vijon me rreshje shiu dhe vranësira të shpeshta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave dhe rreshjeve. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:29 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 15 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me rreshje të dendura shiu në shumicën e territorit. Paraditja do të jetë me rreshje të përhapura, ndërsa pasditja vijon me rreshje intensive në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1.
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 10 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 10 gradë Celsius. Pej 2 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 12 gradë Celsius. Suharek 3 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita, bashkë më takofshim në edicionin e ardhshëm.